Nëntori është muaj i shenjtë për të gjithë shqiptarët, muaj i festave kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit. Në fillimin e këtij muaji, Bashkia e Vlorës, por edhe institucionet në varësi, lançuan edhe publikisht në media një nisëm e cila kishte për qëllim veshjen e qytetit me ngjyrat kuqezi, me motivet kombëtare identifikuese të kombit tonë. Prej një nëntorit, një thirrje për të gjithë qytetarët e Vlorës që të ishin pjesë e nismës Një shtëpi një flamur, ku kërkuar që çdo qytetar me rastin e festave të nëntorit të vendoste në balkonet e shtëpisë nga një flamur kuqezi, si shenjë e patriotizmit, por edhe dashurisë për kombin shqiptar. Por megjithse jemi tashmë në vigjilje të festave të nëntorit, kësaj nisme janë bashkuar vetëm një pakicë fare e vogël e qytetarëve vlonjat. Për ta vërtetuar këtë gjë, të mjafton një shëtitje në rrugët e qytetit të ngresë syt nga balkonet apo terracat e shtëpive private për të parë nëse ka ose jo flamuj kuqezi, si shihet edhe nga pamjet nga një vëzhgim i kryer nga televizioni 6+1 Vlora. Flamujt kuqezi në 95% të shtëpive të banuara sot mungojnë. Pjesa më e madhe e popullsisë nuk e ka marrë mundimin që të vendosi qoftë edhe një flamur të vogël në balkonet e shtëpive të tyre apo tek portat hyrëse të banesave, si dhe në terracat e shtëpive private. Madje nuk kanë vendosur asnjë shenjë identifikuese kombëtare si simbolik edhe për festat e nëntorit. Gjithashtu, si shihet, mungojnë edhe flamujt kuqezi edhe në bizneset në zonë. Shumica e bizneseve private janë pa flamuj në zonat më të frekuentuara, por edhe në brendësi të blloqeve të banimit. As administratorët nuk kanë zgjedhur t'i bashkojnë nismës dhe të vendosin te këto biznese qoftë edhe një shenjë sado të vogël kuqezi si simbolike festave të nëntorit. Është një situatë kjo e përsëritur, një realitet që takohet kryesisht vitet e fundit. Pavarësisht se edhe vitet e mëparshme është bërë sërish kjo thirrje për qytetarët, ajo prap nuk është zbatuar. Një shtëpi një flamur nuk ka hasur në sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve vlonjat. Si eksperienca e viteve të kaluara, kjo nisëm edhe këtë vit, po në të njëjtin realitet. Flamujt kuqezi në nëntorin e pavarësisë do të jenë të vendosura vetëm në rrugët apo sheshet kryesore të qytetit nga Bashkia e Vlorës, ndërsa ata nga qytetarët thuajse mungojnë në masë.